Dhe Redion, për të qëndruar pikërisht përsëri tek dronët, edhe në paradën e fitores në 9 maj, kishte masa jashtëzakonisht shumë të forta sigurie nga ana e Rusisë për të shmangur pikërisht sulmet me dronë. Dhe një nga arsyet që rusët thanë pse nuk kishte mjete të rënda të ekspozuara në parad, ishte pikërisht frika nga këto goditje. Por më e veçanta është se në rrjetet sociale është faqur një video ku në Moskë, ku një helikopter Mi-26, që është dhe helikopteri më i rënd transportues që ka Rusia, ishte duke transportuar për në majet e Gërdaçelave një sistem antiraketor ose antidron, siç është Pancir. Pancir, dim që është një sistem raketor, por në këtë rast ishte një Pancir i lehtë pikërisht për asgjësimin e dronëve. Çfarë bën çdo të thotë kjo që edhe Rusia është kaq e përqendruar pikërisht dhe e friksuar për asgjësimin e dronëve? Kjo do thotë pikërisht atë që sapo the, Enoj, që duket sikur Rusia tashmë është e friksuar që pasiguria po eksportohet edhe në drejt Moskës. Duke parë se si Ukraina është duke avancuar gjithmonë edhe më shumë me goditjet e saj në terren, nuk përjashton mundësinë që sulme të tilla të kryeshin edhe në Moskë. Ndonse largësia është përsëri relativisht e madhe midis Moskës dhe Ukrainës, dhe unë do shtroja edhe një argument tjetër që Ukraina nuk do donte që të kalonte disa vija të kuqe. Pra, në një farë mënyrë vërtet duket sikur luftimi ka arritur në një nivel saturimi, të paktën në frontin e Ukrainës, por ngacmimi më tejshëm i Moskës me sulmeve të drejtë për drejta në infrastrukturën e tyre civile në qendër të Moskës, do të mund të provokonte ndoshta një reagim më të fortë të Rusisë, ndoshta dhe të jepte atë justifikimin për të përdorur armët, raketat e kalibrit më të rëndë që i kemi parë të përdorur edhe më herët, por më të limituara, diku për fundi, fiks. Por në nivel më të limituar, ndërsa kjo do të jepte një justifikim për të patur një fushat akoma më të madh të përdorimit të tyre. Megjithatë, sigurisht kjo nuk kupton që thellësia e Rusisë nuk është më tashmë e sigurt, siç ka qenë më përpara, dhe pasiguria është duke lëvizur edhe më në brendësi të Moskës. Gjithashtu kjo dëshmon edhe një herë që edhe Rusia ka filluar të kuptojë që me këtë luftë konvencionale, pra mënyrën se si po luftohet tani, nëse nuk do të përshkallëzohej në një nivel tjetër të përdorimit të armëve të dëmtimit në masë, Ukraina është duke i bërë një rezistencë të fuqishme, një rezistencë aq efektive, saqë edhe vetë Rusia, pra ky vend me një ushtri gjigande në krahasim me Ukrainën, nuk mundet ta çajë dot më tej. Në kupton gjithashtu edhe një farë paniku, por siç thon as ekspres është më mirë të jesh i sigurt se sa më pas të ndjesh keqardhje nëse të ndodh diçka. Mendoj që veprimet tilla nuk bëhen kot, sepse kjo nuk kupton tërheqjen e këtyre resurseve nga fronti ku mund të nevojiteshin, apo nga këto vend komanda ku mund të nevojiteshin më shumë. Dhe fakti që ndërmerren do të thotë që mund të ketë informacione të inteligjencës që sulme të mundshme nga Ukraina mund të vinë edhe më në brendësi të territorit rus. Është shumë e qartë. Kolonel, dhe për të qëndruar tek konflikti, nëse do hapesh një vi fronti tjetër, siç u hap dhe në 2022 kur nisi dhe sulmi rus ndaj Ukrainës, por këtë herë nga Bielorusia, siç ndodhi dhe në fillim të luftës, dhe do të hapej linja e frontit pikërisht nga veri i Ukrainës. Do të bënte kjo që Ukraina do detyrojë të lëvizte një pjesë të forcave që janë në Donbas për të mbrojtur frontin verior të saj. Do të ndikonte negativisht kjo? Ka disa supozime, ka dhe disa diskutime.